martes. Jo për shembull, hajt po ecën pak të rekshim apo na shkon. 3 vjet, 4 vjet ecën, shëtitin, janë bashk, në fund vallës po na shkon. E qysh 3 vjet tani s'po na shkon? Fillim mirë të vesh. Po pajtohemi. Mo pajtoni çift letësht. Letësht. Janë 3-4 sene një që duhet mi pas qartë, tjerat pastaj bëhen për udhë. Valla po pajtohemi, po më pëlqen, pamja jote, po më pëlqen sjellja jote, po më pëlqen edukata, po më pëlqen familja jote, në rregull, unë i kam në kërkesa, ti plotësoj mirë me vesh, tash shkojmë edhe me prende, me familje, fejon edhe e studje. Mo dit, ja ki të fejume, ja ki gru, ja ti shka ki. Ama bredhja udhve, ose kjo forma e re e deformimit familjarë, bashkjetesa, as se ka burra, as se ka gru, s'din qka ka, na bashkjetojmë që shtu apëtën. Qka jeni ju? Kurgjës jena na. E qysh kurgjës jena na rina bashkë? Ata realisht jetojnë si burë e gru, ama nuk pranojnë me kumë burë e gru. Pse s'pranojnë? Pse ka obligime, unë s'do obligime. Kjo është e pa qartë, kjo është e pa kuptim. Ja ki burë, ose ja ki gruja, si ki kurgjë. Le gru në të lirë, ose le burën të lirë. Ne du me pas marrëveshje, kontrat, islami parashaj kontrat. Du me pas prezent të babës, se kjo qikë është dikujna. Ka familje, e ka rrit dikush ta, për to kujdes dikush, për to mërzit dikush, për to kakaj dikush, për to lodh dikush. Andaj qaj kujdestari, baba i sajnë këtë rast, është prezent, vijnë e kërkuj, që shra adetit e na. Edhe du me ditë kujt pjepim, kush jeti bërgjall, i kujt jeti, kërkun e ki familje ti, a janë dërena, po du me ditë ku përqem qikena, kujt me cakat njëse dherën se ka problem, me kanë kena puna, gjithë shkat me kone qartë. Ama s'din, Allah me një djallë për shkon zdimi ka i tënësh, po duke që është i mirë, që është mërqikin e apë dikuj që zdi një kujnë ashta, ka ashta. Andaj kjo pa qartësin nuk on regull, du të me kom punë të qarta, merë bërë qartë, sa ke marë kur e këthen, ja mërqikin dikujt me po qartë, a ki gru la që e ki, me po qartë këtë punë, merë punëtore, a ki ortaka, a ki partnera, që e ki këtë punë, gjithë shka të me kone qartë. Andaj Islami kështu ti parashet çështja që njerëzit me jetu se cili duke garantuar të drejtën e vetë, duke garantuar se cili se i kënë obligimin e tjetrit.